se në qendër jetës sonë është Krishti, që është lidhje pa evitueshme me të cilin ne jemi ngjitur me hyn, me shenjtërinë e tij në jetën hynore, si pjesëmarrës në basi mrekullueshme që është rinia e shenjtë. E ky ndol sepse ka vetë një arsye. Është fryti e lavdis së hirit të tij. Një hir, do me thënë një lurat e bukur që na vjen nëpërmjet ai që është i dashuri. Jemi nëpërmjet i dashuri, jemi i dashur edhe ne. Do me thënë se në fund e fundit, misteri i mishërimit e Krishtit, misteri i Kristindjes, që ka në thelbin, që patjetër ne gëzojnë sepse erdhi Zoti mes nesh. Por çka tregon në fund e fundit ardhja e Krishtit mes nesh si njeriu? Tregon se jemi shumë rëndësishme për Zotin. Kjo është çka duhet me kujtuar vazhdimisht. Nuk kemi qenje të braktisur, nuk kemi birë jo legjitim, po jemi birësua plotësisht e Zoti ka për ne si atë një kujdesshmëri kaq e madhe sa e ka për birin e tij sipas natyrë, që është Jezu Krishti në Zot. Në këtë barazim për të cilin jemi në mënyrë e padenjë realizuar, lartësuar, atëherë ne gëzojmë për Krishtlindje. Krishtlindja është festa e dignitetin ton njerëzore. Vërtet ne vlerësojmë Krishti si hyj, patjetër, se ndryshe nuk funksionon, por njëkohësisht zbulojmë për arsye që jemi kaq rëndësishme për hyjt, çka e madhe as vepra e tij nëpërmjet Jezusin për ne. E kjo vepra ripërsërihet deri në fund e botës për çdo njeri, për çdo prej nesh, për çdo qenje njerëzor që ecë në tokë. Për të arsye kuptojnë se nuk ka asnjë më të rëndësishme në sytë e Zotit se mishi njerëzore, se është e njëjti mishi që ai e ka dëshiruar me merr për vetë nëpërmjet Jezu Krishtit.